Përshëndetje shikues nderuar, jemi këtu pra në emisionin Univers. Juve ndoqët një spot e besoj se ju ka pëlqyer, ishte në kickbox dhe në box pra i përzier. E kuptoni se i ftuar jashtë kësaj fushë, shqiptarët kohët e fundit na kanë nderuar shumë në këto aktivitete. Jo vetëm në Evropë, por edhe në gjithë botën, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë shumë suksesshëm. E veçanërisht ajo qendra të përthama e zjarrit e shqiptarëve është në Gjermani. E pas e mandej hapet në gjithë Evropën, edhe tashme kanë ardhur në Amerikë, Kanada, edhe mendoj shqiptarët do të jenë gjithmonë suksesshëm sepse nuk janë vetëm të fuqishëm, por janë dhe të zgjuar në boksin edhe në kickbox kur ata realizojnë këtë në artet marciale. Sot unë do të kem të ftuar, kam nderin kampionin e Evropës 2 herë, në vitin 2016 dhe në vitin 2017 e kam vërtetur përsëri, Kristian Prengën, i cili është nga Mirdita me origjinë, aktualisht jeton në Kanada. Mirë se ke ardhur, zoti Preng. Përshëndetje, mirë se gjeta. Jam zakonisht i kënaqur që t'ju kisha në një emision, edhe kjo u realizua. Ju jeni në fillim të karrierës sepse tani keni filluar, keni ndryshuar llojin e sportit nga kickbox, keni kaluar në boks. Gjithsesi, neve për shikuesit do të sillim një informacion më të gjerë, me imtim për jetën tuaj, pasi ne kënaqemi kur shikojmë juve aty në ring, kënaqemi kur shikojmë videot tuaja, por ndonjëherë të shikuesit kanë nevojë edhe për informacione intime, të cilat do t'i sillim së bashku, si ke filluar karrierën dhe deri në ditën e sotme. Nga jeni ju me origjinë? Origjina ime është nga Mirdita, nga Roshi i Mirditës. Kam lindë dhe jam rrit atje. Po kohët e fundit, vitet e fundit, 10 vjet, 15, shumë. Jam Tiranë. Në status kam lexuar se juve keni vazhduar në universitetin e pastaj e keni lënë. Si ka ndodhur kjo? Po është e vërtetë, nisa universitetin kam qenë për juridik, po më pëlqej më shumë sporti jo juridiku, se me shkollë Shqipëria është pak problem, do të më marrë shkollë, po me punu kam aja edhe më pëlqej më shumë sportin, edhe kam pas andër sportin gjithmonë. Keni bërë zgjidhjen e dur, sepse keni shkuar atje ku keni pasur talentin. Është vërtet, tani po, jam. Si hyt në këtë sport? Cili ishte ai person që u zgjodhi ose ndjenjën tuaj të brendshme si e për krahët të tjerët që mandej pasaj keni filluar karrierë të suksesshme? Me thënë vërtetën, unë kam një si me shaka. Unë adhuroja sportin, kam bërë sport edhe për para shumë kam bërë, dhe sport tjetër kam pas bërë 3 vjetë të undo. Edhe kur e kam një kickboxing, e kam një si me shaka për të rënë nga pesha, vetëm thjesht për të bërë sport. Aty zbuloj një talent trajneri Ismail Keta. Më dha dhe mundësi, më hapi edhe rrugë shumë për të hec, për para. Edhe aty nisa karrierën. Aty nisa rrugën time të sportit. Cilat janë ndeshjet e para që keni realizuar në këtë fushë? Ndeshjet e para janë kickbox në Gjermani. Unë ndeshjen e parë, me thënë drejtën, aja është shtysa më e madhe që më ka dhënë mua, unë e kam humbë. Me cilin ke qenë? Ka qenë një kundërshtar, një Rus, dhe nuk është se humba as me knockout, as nuk është se humba kështu, po aty nuk bëna sport, aty bëna ta mënë si shqiptar. Kundërshtari binte në tokë, unë i bija prapë në tokë. Ato qeshnin gjithë tifozat, gjithë qeshnin se kishte kap ajo si adrenalinë e madhe, kupça. Edhe ishte ndeshja e parë, kisha babën aty, kisha gjaja, gjithë kishin në Gjermani si ishte. Edhe emocioni madh, edhe s'komandoja do të vetën. Edhe aty ma dhanë mu të humë, kupta, jo me falë, dhe kështu ma dhanë humë mu. Qaja, sa s'kisha qa në herë ma shumë. Në vinte i nasu kur qa nodhi, dhe kur u ktheva në Shqipëri, gjithmonë bëja 2 herë në ditë së vidje, bëja në gjestë dhe ndarë, kur u ktheva në Shqipëri vazhdova 3 herë në ditë. Bëja së vidje në 5 mëngjesit, u zgjoja bëja vrap, pastaj shkoja në 10 në gjim, pastaj prapë në dark box. Edhe kjo më shtyu ma shumë për të punu. Edhe pastaj kam vazhdu neshit e rrath që nuk i mbaj me thënë drejtë. Sa ndeshje keni bërë gjithsej?
Po në kickbox, me thënë të vërteta nuk I mbaj mend se janë kë 30-30 ca. Derisa tani që kam kalu në box, 7 ndeshje kam në box. Po, gjatë kohës keni qenë në kickbox, çfarë vetie cilësie ju keni patur në talentin tuaj që spikatur, që është deklaruar kjo nga trajnerët? Pasi është një boks marcial, I përzier. Po, është marcial, po, I përzier është. Unë me thënë drejtën, me kombët I kam pas shumë të forta në kickbox, që e kanë të regu edhe ndeshje edhe edhe trajneri është që I shiko gjitha ato se qaj ku e ke talent. Edhe talent. Po s'fa dhe talent nuk ma është dhe, se nuk është puna ti është vetëm I fort, se po ti është I fort, merë një robot, fute në ring, edhe aja është I fort, po du ti është edhe I zgjuar. Më thënë, në ndeshjen e parë, ke qenë me emocione dhe u tregove shumë I sinqert kur the që edhe e rrëzuar e qëllonje. Në çfarë raport qëndron tek juve pamirësia me kundërshtarin, toleranca me kundërshtarin? Aja është. Në gjë se s'respekto kundërshtarin, nuk respekto asnjë. Kundërshtarin, je kundërshtar në ring, po pastaj je as sportist. Përsa respektohë kundërshtarin që do respektosh, ai nuk ka sport pastaj. Ne bëjmë ndeshje, pastaj përqafona, ikim, mund edhe të ham pim pastaj bashkë. Ku t'jena e më ring, do jabi maksimumin e maksimumin unë. Kristian është shumë interesant, edhe po të shikosh kategoritë e njerëzve, sidomos të brezave të ndryshëm, gjykojnë ndryshe. Kanë admiruar boksin dhe kur ka dalë kickboksi, pra këto artet marciale I kanë urryer fillimisht, si kanë pasur qef, tani këto po marrin përparësi artet marciale. Sigurisht ato janë të ngjashme njëra me tjetrën, por unë do të thosha me atë nivelin domethënë që gjykoj unë janë të ndara boksi me kickboksin, pra janë dy gjëra ndryshme. Por në kickboks ka shumë gjak. Si ndjeni juve, kur e shikoni kundërshtarin të gjakosur, ose kur I bie ti dhe pra, si ndihesh ti në ana shpirtërore, do thosha? Po aty në ring me thënë, vërteta nuk është se nuk mundesh me thënë se e po ndihesh keq, se po ndihesh keq nuk do të qellosh. Nuk është se ndihesh keq se u gjakos kundërshtari, kuptoj se do bi knockout kundërshtari, se mund të gjakosur me edhe unë. Aja është si për mu, si për ata. Por, nuk ka se jena rezervu në herë që mos I bi kundërshtari se është qarë për shembull shumë ose është shumë. Ata nuk e shikojnë. Mëj. Të vjen keq në për kundërshtari? Që humbi. Jo që humbi, kur është... Që u gjakos. Kur me goditje, kur gjakosat? Ja, si herë. Sa se mund t'i marru në të goditje, pse t'i marru në t'i marre? E mbasi mbaroni ndeshjen, jeni prap shok. Shok, po. Po është një marrëveshje e mirë, kjo është. Sport. Sport është. Zoti Kristian, në vitin 2016 për të parë dilni kampion Evrope. Është një satisfaksion jo vetëm për ju personale, familjar, por edhe për ne shqiptarët. Në cilën peshë juve keni konkuruar dhe në cilën kategori, dhe kush ka qenë kundërshtari juaj? Po unë në shkur 2016 jam bërë për herë të parë kampion Evropë. Kundërshtari ka qenë grek, me një përvojë shumë të madhe, shumë më të madhe se unë. Pesha im është heavyweight super run, dhe për mu ka qenë ndeshja më e rëndësishme deri tani, e gjithë karrierës. Arsyeja është që më dha drejta për titull Evropë, për herë të parë, dhe më e rëndësishme është që boksoja në vendin tim, Shqipëri, Tiranë, edhe s'mund të humbja në vend tim. Së në pranoj do të pavarësisht sa sport duhet në pranoj. Me sa raunde ishte ndeshja dhe në cilën ndeshja ishte me 5 raunde, se kickboxi është në maksimumin ka 5 raunde. Dhe unë në raundin e 5 e kam përzu me knockout. Kundërshtarin, në raundin e fundit. Minutën e fundit, ma. Si përdor taktikën për këtë ndeshje?
ai kishte shumë më shumë se unë teknik, edhe neshe, unë isha me 20 e ca neshe, ai ishte me 100 e ca neshe, kundërshtari, dhe ai kishte teknikën shumë më të madhe se unë, edhe mënyra se si rrinte në ring e kuptoje direkt, por aty me thënë drejtën aty, e kam fitu ndeshën me forcë, si me thënë, më thonë za me përdor me dhonë, dhe forca im aty ishte vetëm publiku shqiptar. Edhe kështu më fitova ndeshën. Pavarësisht se ajo goditja që atë nuk ka dhe janë shumë teknike, edhe ata kam përdor gjithmonë, nuk kam lëzu shumë kundërshtar me atë lloj goditje. Cila është goditja? Është një 3 kick quhet ajo, kështu mrapsht e bën atë goditja kështu. Regjia më thot, po bën me dije mund ta shikojmë. Po, ajo është. Po. Kjo është goditja që kam rrezu shumë kundërshtar. Pastaj vazhduat punën, vazhduat stërvitjen dhe në 2017 ju e mbrojtët titullin. Cili ishte kundërshtari? Kundërshtari ishte një turk, jeton në Gjermani, edhe mra për ta mbrojt në mars, mos ka bëj, po mars 2017. Dhe ishte një neshje interesante sepse nuk u tregu çiksi kundërshtari çiksi jo sportist, kur banën përshimin më shtyu çiksi kështu edhe njerëzit si shqiptar që u bën çiksi nervoza e kështu. Po nesha shkoj mirë, në raundin e dytë mbylla. I thyva këtë bryllin këtu. Me shkem ashtu një 2 herë dhe ju thyva. Po, për vitin 2018, pse keni planin në kickbox? A do i mbroni prapë titullin? Unë s'kam plane me thënë vërtetën për ta mbrojt. Inshallah do m'jepet po më dha mundësia për titullin e madh kampion bote, dhe ta zhvilloj edhe një ndeshje në kickbox. Por për momentin kam kalu në boks dhe jam fokusuar ke boksi tani. Do të bëj pak boks ta ndërtoj karrierën edhe në boks, sepse është fillimi në boks edhe. A të vjen keq po e le kickboxin? Vjen, me thënë drejtën vjen keq se e du si sport. Sportimi i parë edhe e du. Çfarë ndryshimi ka midis kickboxit dhe boksit për një sportist? Në kuptimin e sportit, çfarë ndryshimi ka? Se jo vetëm goditet me kemë, kështu po, një nga teknike, e kam nga pikpamja e një sportisti si ndihet më mirë në kickbox apo në boks? Më varet edhe nga sportisti, se një sportist mund ta adhuroj si sport kickboxing dhe një boxing, po unë që i kam bën të dyja për mu, unë e du kickboxing, po boxing është një sport që nuk do shumë musu, po do shumë zyrësi. Edhe në 12 raunde boks kanë bën talenta e më të mëdhenj në botë. Dhe është një sport që do punë shumë. Boxing. Edhe kickboxing nuk është se s'dojnë punë, po boxing dojnë shumë më shumë punë. Thatë pak më parë se keni zhvilluar 7 ndeshje. Po. Cila nga këto që ndeshja më rëndësishme për juve? Më rëndësishmja, me thënë drejtë mund të qenë e ndeshja e parë që kam nisë karrierë në boks. Ku ke zhvilluar ndeshjen? Në Gjermani. Në Gjermani kam bën ndeshjet. Boksit. Kam bën edhe në Holland, ndeshje boksit. Mundësisht ata në Holland e kam humbë. Cili ishte kundërshtari? Kundërshtari ishte një italian që jetonte në Holland. Dhe çfarë tana që ke humbur? Me thana ata e kanë shkruajtur edhe gazetat në Shqipëri, e kanë shkruajtur gjithandaj që ata nuk e kam humbur, po ajo ishte një shumë e pasë e hapur, që ishte hile, por nuk gërzoj me nokaut, shqiptarët kaq drejta kanë pas në Europë edhe në botë, po nuk gërzoj me nokaut, nuk e fitu. Edhe ata nuk gërzova dot. Unë e kisha rrafë jarë më përpara ata, e kisha rrafë në round 4 me nokaut, dhe kërkoj rival mu. Okej, pranom shku me banë ndeshje në vend ati, tha do vini këtu, shku me banë ndeshje atje, dhe në thënë vërtetën edhe unë nuk isha në atë formën time si që jam gjithmonë, por u mundova dhash maksimumin, dhe ndeshja shkoj me pikë, unë ata në qava këte gjithane e qava, unë isha si që jam tani, në bas ndeshjes, por e kuptova që
dhe ja japin fitoren atij, sepse ai kishte blet ndoshta ferin ose atë jurinë. Edhe ma dhanë humbi mu. Dhe gjaja ma keqe është kur po të humbë vërtet e pranoj humbin shumë me gjithë qef. Edhe une po të ma japin një fitore që nuk e meritoj haram, nuk e du. Du ata që meritoj. Zoti Kristian, para se të bërë një ndeshje me një kundërshtar, çfarë e studioni atë? Po, i shofim ndeshjet, ulem edhe me gjithë trajnerin, edhe stërvitja në stilin e kundërshtarit, në varet se si bokson ai, për shembull gjatë ose shkurt, bëjmë stërvitjen siç ai bën boks. Bashkë me gjithë trajnerin e studiojmë, sparring, edhe kaq i shohim videot. Po kundërshtari është i dukshëm me suksese, dhe është pasi humbje, edhe është nesër përballë Kristianit. Po. Ata mbështja po përgatitesh nga ana psikologjike për këtë. Jo, nuk trembëm fare, po... Para se të hysh, a ke psikologjinë se mund mundesh? Që mund të humbune? Po. Ja, asnjëherë s'kam hyrë me këtë mendim ne. Gjithmonë kam hyrë që do fitoj. Gjithmonë kam hyrë që unë jam më i miri. Sepse synimi im është si gjithë ja kanë synim, është për kampion bote, dhe kur ti mendoj që tani që do humb, po atje në fund pasaj, që do mendoj. Dhe gjithmonë hyrë që do fitoj më. Në boks, cilat janë anët më pozitive që ju e keni? Se folëm për kickboxing, kishit kempët. Po. Jam. Pasi nga ndeshjet që neve kemi parë, ju keni një shtrirje të shpatullës të lidhur me krahun, beso do të jetë e fuqishme, ja, nuk e di. Po asun se di, në fakt ata e din kundërshtarët vetëm, po deri tani edhe sparring është kur bëjmë boks me shok, jo me shok, po me aty në stërvitje që bëjmë sparring, si punë ndeshje. Dhe gjithmonë ma kam thënë që e ke gushtin shumë të fortë. Plus që edhe i kam rëzu me knockout. Plus që ndeshjet duken edhe ka ndeshjet. Duket sikur e kam të fortë. Tash nuk e di. Kam lexuar diku se ju keni një lidhje me Luis? Po, është e vërtet. Mu më ka marrë Luisi. Unë e bëj boks për Luis. Është promotor. Janë në tak me gjithë një tjetër në Kanada. Edhe mu Lennox Luis më ka marrë, po boksej për Lennoxin tani. Sa koka? Po që nga maj 2017 që kam bërë në Kanada. A im ka shiku që nga janari i 2017, po nga maj ka marrë. Sa ndeshje keni bërë në administrimin e interesimit të Luis? 2 ndeshje. Të dyja keni fituar? Po, të dyja. Ndeshjen e fundit ishte bërë në Kanada? Me një Meksikan kam boksu, ndeshjen e fundit, edhe ndeshjen e parë. Të dyja në Kanada kam bërë Niagara Falls. Të dyja kanë qenë me Meksikan. Edhe i kanë fitu. Njërën në randin e parë, të parë, dhe sa dytën, në randin e dytë më zgabaj. Pas e të ishtë ndeshje me boks, ju, Kristian, a keni një plan vetë, se shpesh ne kur shikojmë boksën, themi se ky boksier po e studion tjetrin. Ju pak më parë në thatë që studimin e keni bërë para se të vinë ndeshje. Po. Çfarë ndodh në realitet? Po në boks më varet se si vjen momenti, e kupta? Kur e duke boksu më ring, mund të ndryshen komplet planet që ke bën ti, e kupta? Aty duhet me bën boks. Nuk është se duhet me kërku për shembull knockout, aty duhet me bën boks. Muhamet Ali kur nuk kërkon të knockout, Muhamet Ali bën të spektakël. Bën të spektakël, pastaj kur i del knockout, del edhe aty duhet me bën boks, nuk është gjithmonë është e kam hyrë se do bëj këtë gjë në ring, po asnjëherë nuk e kam bën atë. Po nuk i erdhi momenti, i vjen vetë momenti.
Edhe kjo është. Çfarë taktike përdorni juve kryesisht? Unë me thënë drejtën, unë kam bërë boks shumë i gjatë, si që ka bërë paka shumë Kliçkovi edhe Lennox Lewis, duke u përshtat paka shumë ato, në stil të atyre, shumë gjatë, shumë me gjepi, thënë, vetëm me të majtën, duke lezë me të majtën, pastaj majtë gjatë, sepse peshat e rana nuk asë bëjnë shumë boks, ose godasin rrallë 1, 2, 3. Por janë ngushtimet fuqishme. Po, ne një gusht presim gjithë. Nuk është se do marrë shumë, po një gusht, po morë një gusht. Në Gjermani, kur keni boksuar, Po, në ring, keni ngjitur flamurin shqiptar. po. Çfarë ndodh në Kanada? Flamurin shqiptar, se lejon e jo në Kanada, po më shku. Gjithë po me flamurin shqiptar kam gëtë, edhe në Kanada, edhe atje. Ju i boksoni gjithmonë përfaqësoni Shqipërinë? Për Shqipërinë, po, për Shqipërinë. Dhe tani për Shqipërinë kam boksu. Çfarë marrëdhëniesh keni kështu intimitete me Luis? Pasi njerëzit janë kuriozë, është një personalitet i madh i botës sportit. Luis është në di si ta thamë, po në qëse një njeri nuk e njeh nga afër, njerëzit mund të thënë edhe për mua, se aja është shumë i randë, se shumë mendje madhe, nuk rrihet me ata, nuk i folet fare. Po në qëse rrin me një njeri, edhe në qëse ulesh me ta dhe ban muhabet, është i dhe kur dhe Luis duket shumë i randë shumë, po është vërtet është shumë galla të rish me ta. I ka doricat akoma? Jo, i ka prej flok. I ka prej flok? Po, i ka prej flok, dhe është shëndosh, tani, nuk bën shumë sport, tani, shumë pak bën. Cilat janë planet tuaja për të ardhmen në fushën e boksit? Planet e mia. Planet janë gjithmonë në synim për me hik në majët e boksit, po tani kam një ndeshje radhën mars, me 24 mars, në Toronto. Kundërshtari cili është? Akoma s'është bënë e ditur, tani kësaj të ditë bënë e ditur, kundërshtari, besoj se 24 mars? Po, 24 mars. Besoj se do jetë ose një Amerikan ose një Rus, një dy që mi kanë treguar të federatës. Dhe pastaj planet po shikoj për me bëjnë ndeshje këtu në Detroit, shohim sa support kam këtu. Se shumë shqiptar po më thonë që ka këtu në Detroit, është era parë që vi këtu. Dhe ta shikojmë. Po mirë, para se të flasim për Detroitin, të shikojmë se si ju suportojnë shqiptarë në Kanada. I ka punuar, si ka funksionuar, jo vetëm mbështetja e sportazhëve, por edhe ekonomike të biznesmenëve. Më thënë drejtë, më kanë suportuar shumë shqiptarë në Kanada. Si më ardhen ndeshje, si edhe ekonomike, po. Sepse une po nuk pata qikë mbështetje, vetëm, edhe Skënderbeu nuk i fitoj betejat vetëm. Bashkimi bën fuqin. Bashkimi bën fuqin, edhe unë vetëm s'kam qa me ban, nuk bëj dot boks. Dhe faleminderit gjithë atyre që kam pas nuk e kam prit, me thënë vërtetën. Sidomos në ndeshjen e parë, ku kam hyrë në sallë, nuk e kam pas sallën, ku kam hyrë në sallë, ku kam pas gjithë sallën kam. Se mendoja se janë shqiptarë, thash u ngritën kam gjithë, mendoja se janë edhe të huj. Po kur kam pas që janë gjithë shqiptarë, gjithë flamura, aty është i përgjithësi e madhe që sport është vërtet, është sport edhe mu duhet me pranu dhe humjen, po si ta pranosh humjen para imi vetave. Të humin imi vetë me mu. Edhe ke përgjithësi të madhe aty, edhe kam gjetë shumë support aty. Neve do ta japim një spot shumë të mirë, një reklam të mirë për datën 24 mars. Edhe me shpresë që edhe operatorët tanë t'jenë aty në ndeshje për ta filmuar të terase të pjeshme, si t'jetë rregulla, sepse ka rregulla aty. Edhe televizorin e Shqiptarët Amerikës vazhdimisht do ta kesh support. Faleminderit. Tërë karrierën tuaj që të keni këtu në Kanada, edhe sepse televizorion është edhe në Kanada, shikohet, edhe këtu në Michigan. Por meqenëse jemi këtu në Michigan, edhe juve shprehni dëshirën për të bashkëpunuar me
sportdashtit këtu të Michiganit dhe veçanërisht me biznesmenët, unë ju bëj thirrje gjithë bashkëdhetarëve, veçanërisht biznesmenëve që suportojnë vazhdimisht vlerat adhetare kombëtare shqiptare dhe veçanërisht sportin, pasi biznesmenët në Michigan janë shumë të ndjeshëm për vlerat e kombit shqiptar edhe në veçanti për sportin janë shumë bamirës. Kemi në raste të tilla, siç është Adrian Adribeja që e suportojnë, po sportet në përgjithësi kanë suportuar. Po Çfarë do të thosh ti? Mund të ketë shumë sportista, shumë talenta, jo vetëm boksën, në çdo lloj sporti, në çdo lloj fushë, që janë shumë talenta që mundën me ecë, por nuk kanë mundësi me ecë përpara. Dhe unë i bëj thirrje ata që kanë mundësi të ndihmojnë gjithë, jo vetëm sportistët, por çdo që të ndihmojnë, të japin mundësi të hapin rrugën. Ndoshta nuk është një gjë e madhe, ti me pak gjë mund ta ndihmosh ata që të ecën përpara. Dhe se mos ndihmoje për pak që unë të arrij aty ku kam ëndrrën time, sepse unë s'po bëj boks vetëm për veten, unë po bëj boks për gjithë shqiptarët. Unë kur ngri flamurin, nuk ngri vetëm për vete, por ngri për gjithë ju, që ta bëj krenar gjithë Shqipërinë dhe njerëzit të na shqiptar është. Boksi është i mirë për të parë, por nuk është i mirë për të bërë. Edhe juve që e bëni, neve duhet t'ju kuptojmë, edhe duhet t'ju suportojmë dhe t'i ketë drejtë. Është e vërtet. Mendoj që edhe boksi është një fushë që ka nevojë për zgjuarsi. Shumë. Si punoni ju në këtë fushë? Në çfarë forme përgatiteni? Po nëse nuk është ti je i fort, për shembull, je i fort do godasesh në 2 minuta, bam shumë fort, ndoshta kundërshtari është edhe i fort, edhe do mbyllet. Pas 2 minutash s'ke që me bam, pastaj duhet mi thënë, më falë ama, s'ke që di bashkëma, pastaj po punoj me zgjuarsi. Ti mund godasesh me forcë 100 ngushta, edhe asnjë gjë nuk i bane. Dhe mund ta godasësh i gusht me zgjuarsi aty ku në pikën e duhur dhe mbyllet gjithçka. Gjatë kohës ju e bëni boks, a e keni connection, pra keni marrëveshjen me trajnerin, e dëgjoni vazhdimisht? Po, e kam edhe Ismailin e kam dëgju, edhe këtë unë nuk di shumë me anglisht, pak di anglisht, por ato fjalët e boksit po i di gjitha, i kam mësuar gjitha, po mundohem me ngju pavarësisht se shqiptarët bëjnë shumë zhurmë. Shqiptarët janë kur bëjnë ndeshje, shumë vështirë me ngju, po gjithmonë fokusimi i dëgjimit është në këto. Ky është një element shumë i rëndësishëm. Kur bën zhurmë që bërtasin për juve, cila është më e vlerë për momentin, këshilla e trajnerit apo suporti që ju japin shqiptarët duke përtitur? Fatmirësisht unë gjithmonë atë suportin e shqiptarëve, unë e kam marrë pozitivitet. Administron si moral, si moral, si forcë. Si forcë. Se mund ta marrësh edhe shumë negative që mund të shkesh përpara shumë si jere, me kuptoj, dhe mund të humbësh në edhe ndeshje, me kuptoj. Por nuk është se e dëgjoj shumë, për shembull publiku, nuk kuptoj që bie edhe një, sepse nuk publiku t'i duket, edhe është edhe një diçka tjetër që publiku më shikon mu. Ato që janë me mu, nuk shikojnë kundërshtarin. Edhe ato shikojnë vetëm gushtat që unë ha gushtat. Nuk shikojnë se unë që jap. E kupta? Edhe ato, bërtasin shumë bje, kurse trajneri shef gabimet. Që gabimi ka mund, që gabimi ka aje. Edhe duhet me një gjuhë trajneri. Sepse i bje sikur jem lutë vetëm, po ty është je vetëm. Për sikur e ke, kur e në gjithë trajneri, du bashkëpunu vetë i dyti. Ti kthehemi prapë supportit. Ju jeni një sportist i suksesshëm. Kampion në Evropë 2 herë, pra keni qenë më parë, keni rimbrojtur, tani është e hapur kush të ketë fatin. Si ka qenë supporti juaj nga shqiptarët? Çfarë note do i vinit? Ma shumë se 10 besoj se ka.
A 10 plus. E faleminderit gjithë. E jam mirë njohës për gjithë publiku shqiptar. Jo vetëm gjithë ku kam boksu, si në Gjermani, si gjithë ne. Unë ju falenderoj në emër të atyre që ju kanë suportuar dhe në emër të atyre që ju kanë parë do të shikojnë, sepse edhe ka një farë kënaqësie, ka pikpamja e sportit, por ka dhe një kënaqësi të madhe nga pikpamja e kombit. Edhe juve jeni një dhuratë nga Zoti që keni ardhur në shoqërinë shqiptare, edhe neve duhet t'ju mirëmbajmë, t'ju suportojmë që juve të arrini majat më të mira të këtij sporti. Është sport i vështirë, sport që i dhimbshëm, por është pranishëm, nuk do të bërë, edhe më mbet qemi shumë që ju jeni në sport edhe jam i privilegjuar që jemi së bashku sot në bisedë. Shumë faleminderit. Jeta juaj private, mbas boksit, para boksit, cili është Kristiani? Çfarë preferon të bësh në jetën private veç boksit? Nuk është se dalë shumë. Ne nuk është se kemi edhe shumë pushim, me thënë vërteta. Kërë mbarojmë ndeshën, maksimum më të bëjmë një javë pushim është që mund është me ba. Edhe pasaj duhet me një stërvitin se duhet tjerë gjithmonë i përgatit, më barë se që... Stërvitin e ke individual apo e ke në kontrol tani? Në kontrol. Në kontrol. Sa herë stërvitin ditët? 2 herë në ditë. 2 herë në ditë. Po. Dhe ku jetoni? Tani jam një garë faus. Dhe gjatë ditëve që kam stërvitje nuk është se kam pushim, zgjohem në orën 8, të ikish në trening në orën 10, dhe në 12 në barë, sa të bash gati të shkesh, dhe është drejt, dhe pushosh pak që të ngrihesh që të ikish në 6 në trening, që t'jesh i regeneruar për pastaj dhe vish prap. E njëjta është gjithmonë. I keni kaluar 37 vjetët, Kristiani beqar. Si e vlerëson të qenurit beqar në këtë lloj boksi? As di të flas për këtë fushë. Besoj se kam pa karrierë deri tani edhe. Po në qoftë se do të ishe i martuar ose boksierët që janë martuar, ti se ke provuar, po nga bisedat që ke bërë me ta, si janë... Ja do të thamë vetëm një biseda, në përshënë që kam bërë me Lennox Lewis. Orda. Lennox Lewis, mas ishte bon kampion botë dhe u martova. Dilja tha, kisha goca, shoqe, dilja, shumë. Po për të martu, u martova mas që bëna kampion botë. Edhe unë kam menu që kështu do t'jetë ma mirë, se pastaj e vazhdoj në obligime shumë. Vajzat që të shikojnë tani, se ju jeni simpatik, edhe fatmirësisht s'keni marrë plag nga fytyra, e vajzat që ju shikojnë tani thonë, inshallah besa më shpejt kampion bote që ti të kesh zgjidhjen. Po unë të uroj që ti të kesh një jetë dhe një karrierë jashtëzakonisht suksesshme në fushën tuaj, në boksit. Edhe të uroj që të kesh edhe një fat të mirë në jetë, se edhe ajo është një pjesë e jetës, është krijimi i familjes, është... Ku e keni familjen aktualisht? Aktualisht i kam Mamuras unë e familjen. Ne kemi nga mirë dita Mamuras, po unë s'kam ne shumë Mamuras, me thënë drejtën. Unë kam i Tiranë. Po mamin, babin i kam Mamuras. E mësova se... Janë mësu, janë malogë edhe janë mësu në fshat, nuk gjenë marë në Tiranë. Jo, malog, se janë malsor. Ja, malog. Ka thënë, në Beskollaku ka përdojë ta malog me plot gojë. Besa me shaka. Po, fillimisht ju ka suportuar familja, pasi thatë që babaj e disa të afërm këtu kanë qenë në Gjermani. Suportoni familjen tuaj? Po, normal. Lexon në internet ose libra? Libra lexoj. Shumë, majde. Çfarë fushë për qenë? Unë e kam idhë Skënderbeun. Po shumë mirë, është 550 vjetori Skënderbeu? Bile ishte një organizim tu para ca ditësh më duket, dhe kam lexuar dhe vazhdoj lexoj. Çfarë Skënderbeu për Kristian Prengën? Skënderbeu sa është vetëm për mua, po është për... Jo, si ju e për kufizoni, në formime juaj. Po vetëm një kishte Shqipëri, vetëm ajo, Skënderbeu edhe. Ma ata të hapet rruga në gjithë botën, ata gjithë
Shkresh në një venet thush, ke pas Gjeshka Sejodin, ke pas Skënderbeu. Ta thot një Gjerman për shembull, ose një Kanades. A ka gjamat madhe. Nga jeti nga Shqipëria ai Gjeshka Sejodin, Skënderbeu. Ai ishte, si nuk lind masi ai. Dhe unë i kam letuar gjitha që ka shkruajtur Marin Boleti, librin e të Virgin Kure, gjitha kam letuar. Po është lider i mesme. Dhe shumë shpejt, për në të që do bëjë dhe tatuazh të më ka. Të falenderoj për idhullin tuaj, sepse është idhull i kombit shqiptar. Veç boksit, a merr emrin sport tjetër, kush ju pëlqen shumë? Nuk është, las pak futboll, po nuk është se bëjnë e sport shumë. I pëlqejnë fakt. Sport e kam qef me las, po pak ping-pong ose natë, po nuk ka se i përdor shumë. A keni pi në herë duhan? Kam pi në vitin e parë gjimnazit, që më jep një ca ato shok, shumë e në cigare, po në kur se kam pi duhan, shumë pije me shaka. Dhe sa më zonë herë baba më rafi fort, edhe që atë herë se kam pi ma. Po pi alkoholike? Ja, se kam madhuru në herë. Pra nuk abuzon një parametrat e... Se kam pi, as para se të bëjnë sport, as s'kam pi alkoholike dhe si herë. Sa është fuqia e boksit tuaj, e goditjes? Jo, nuk e di, më thënë vërtet, nuk e kam matë në herë. Se di, as nuk kena as atë makinerin që e matë të. Se që janë lojna që venë në për kështu, ato nuk janë të vërtetë. Nuk janë të vërtetë. E cili është idhulli juaj për boksin? I gjitha korave. Po, që ju keni dëshirë të imitoni, ose të bëni si ajo? Si a i s'banë, do të, po... Po cili është ai? Aja është Sugarej. Sugarej? Sugarej, po. Sugarej, ka qenë një veshelit. Është paka shumë i sëj si Muhammed Ali. Kanë bërë boks atë, që e kanë pas shumë që ka bërë boksën më të bukur për mu. Por se idhull është që ka bërë boks, unë kam pas gurti Tysonit, nuk lind ma, po a i bante boks, po ishte dhe agresiv shumë, nuk bante sport. Ke në një komunikim me shikuesit se ka raste që vinë Kanada nga Michigani ose kur do vish këtu në Michigan, çfarë do ju thoshe? Do t'ju them që unë do jap maksimumin tim, kjo është vetëm fillimi. Do jap maksimumin tim që ta ngrilat emri Shqipëri, e vlerët e Shqipërisë, që të tregojmë që ne në sportistë i kena gjitha të mira. Edhe ju pras gjitha që të mbështesin, gjithë, sepse publiku shqiptar janë forca ime dhe unë me ata fitoj. Për mu publiku shqiptar janë si krahët e Shqipunës, që Shqipunja pa krahë nuk flutura. Edhe publiku shqiptar janë krahët e Shqipunës. Të falenderoj për kohën që ishe me neve në studio, ishte një kënaqësi për mua personalisht, kënaqësi edhe vlerë për televizorin. Faleminderit. Pasi të na shtohet një vlerë në arkivën tonë. Si është e ime. Edhe të premtoj se televizorin do ta kesh në mbështetje të vazhdueshme gjatë gjithë karrierës tuaj sportive. Shumë faleminderit. Dhe të uroj të kesh suksese në jetën tuaj, e veçanërisht në atë sportive, pasi misionin që keni marrë, mendimin e Zotit me punën tuaj dhe të komunitetit, të shikojmë një ditë kampion bote. Faleminderit Zotit të rujt. Faleminderit gjithë, i përshëndet gjithë dhe të rishikues kush na ka ndjekur këto, edhe i pres me 24 mars në Toronto për ndeshjen në radhë. Faleminderit, shikues të nderuar, ju falenderoj dhe ju për vëmendjen dhe në 24 mars, sikur se dhe Kristiani ja tha, së bashku të shikojmë në Toronto, pasi është një ndeshje me shumë rëndësi. Çdo ndeshje ka vlerën e saj, por këto janë ndeshjet e para të boksit për të hyrë në karrierën, për të vazhduar më lart, për të shkuar kampion bote. Pra, Kristiani do shkojë vetë kampion bote, por dhe neve ta ndihmojmë sado pak. Mirë takofshim në emisione të tjera. Kristian, faleminderit. Faleminderit ju.